Lumturia është shumë personale. Për njerëzit që din me u knaq edhe me u gëzu në atë çka kanë, shumë ma letë përmbushun se lumturia thjesht është një manifestim i përmbushjes tonë individuale. Apo përmbushemi në gjitha sferat edhe me u mundu me lanë sa ma pak boshllëqe brenda vetës. Njerëzit që nuk din me u knaq me atë çka kanë, ata kur nuk do të gjejnë diçka që do t'i bërë të lumtur, se kërkesat e tyre janë të varrueshme dhe thjesht nuk din me gjetë atë kënaqësinë edhe lumturinë në asaj, në ato çka kanë. Ata që din me i gëzu, ata vazhdojnë me kërku për ma tepër. Por ata që nuk din, ata nuk e gjejnë kur. Do më thonë, disa elemente një person mund ta bëjnë të lumtur, po tjetrën jo. Jo, për atë është individuale, se disa persona kënaqen plotësisht me gjëra të vogla, me imësira të cilat në fakt e përbëjnë jetën, se gjërat e mëdha janë shumë ma të rralla. Edhe gjejnë lumturinë edhe përmbushjen e vetës edhe me u knaq atyre pak elementeve. Atyre pak, disa tjerë thjesht asgjë nuk i bën të lumtur në atë kuptim se janë vazhdimisht në kërkim të diçkafit ma tepër.